Atëherë jemi këtu në Podujev të shkolla Isa Boletini bashkë me Ministrën e Ekonomisë Artonin Rizvanolli, me kryetarën e komunës Shpetin Bulliqi dhe me drejtorin e shkollës Muhamet Sejdiun, me rastin e përurimit të renovimit të shkollës që ka rezultuar në ambiente më të ngrohta, me ndriçim të përshtatshëm dhe gjithashtu me siguri të lartë. Këtu janë rreth 3000 metra katror, pra është një shkollë e madhe me mbi 1000 nxënës dhe me rreth 100 mësimdhënës, të cilët tash do t'i kenë kushtet moderne për mësimdhënie e për mësimnxënie. Bëhet fjalë për 4 shkolla gjithsej në Podujev, në të cilat kemi investuar si Qeveria e Republikës Kosovës 750.000 euro, por edhe po aq, gjithsej pra 1,5 milion edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Synimi ynë është që sa më shumë fëmijët, nxënësit, rinia të kenë kushte për arsimim cilësor dhe në këtë mënyrë të përgatiten për avancimet e tyre në karrierë, për përparimin dhe ngritjen e tyre profesionale e personale dhe kësaj të kontribuojnë edhe vetes, edhe familjes, edhe shtetit e ekonomisë sonë. Unë e falenderoj shumë Ministrën Rizvanolli, gjithashtu edhe Fondin Kosovar për Eficiencë të Energjisë, të cilët kanë punuar në mënyrë të përkushtuar, duke realizuar çdo afat siç e kemi parashikuar për të ardhur tek kjo ditë në të cilën bëjmë inaugurimin kaq të vlefshëm për shkollën Isa Boletini. Atëherë, shkolla Isa Boletini është një ndër 4 shkolla në të cilat po investojmë në Podujev përmes Fondit Kosovës për Eficiencë të Energjisë, për të rritur eficiencën e energjisë, dhe këto janë ndër 17 shkolla në 4 komuna të ndryshme të Kosovës që po renovohen përmes një fondi që Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë para rreth 2 vitesh. Punët kanë filluar para 1 viti dhe kanë përfunduar me saktësi, dhe për këtë i falenderoj Fondin e Kosovës për Eficiencë të Energjisë, mirë po edhe kryetarin, edhe drejtorin e shkollës dhe të gjithë mësimdhënësit e nxënësit për bashkëpunimin e koordinimin e durimin për gjatë kësaj kohe. Siç e kemi thënë që nga fillimi i mandatit, kursimi i energjisë dhe rritja e eficiencës së energjisë është një ndër shtyllat kryesore të strategjisë sonë të energjisë. Kjo na mundson që edhe të kemi fatura më të ulta, mirë po edhe të përmirësohen kushtet për në këtë rast të nxënësit e mësimdhënësit, mirë po edhe për mira pacient e qytetar në të gjithë vendin. Për gjatë mandatit të kaluar, në Kosovë kemi pasur investime rekorde në eficiencë të energjisë. Përderisa para vitit 2021, investimet në eficiencë të energjisë kanë qenë të neglizhueshme. Për gjatë këtij mandati kemi investuar në total rreth 42 milion euro në përmirësimin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike, në ndërtesa shumë banesore për familje në nevojë, si dhe në shtëpi individuale. Vetëm në ndërtesa publike është investuar në mbi 140 ndërtesa, siç janë shkollat, spitalet e të tjera, ndërsa në 28 banesa shumë banesore me përkrahjen e BE-s janë bërë investime edhe prej të cilave kanë përfituar mbi 800 familje në nevojë, duke përfshirë këtu edhe 3500 familje që janë përkrahur për të izoluar shtëpitë e tyre. Ne kemi qindra mira përfitues të
projekteve të eficiencës së energjisë me investime 42 milion euro, të cilat do të rriten edhe më tej gjatë mandatit të ardhshëm. Ne tashmë kemi nënshkruar me EBRD-n një marrëveshje e cila parasheh renovimin e 400 ndërtesave të tjera në të gjithë Kosovën, ku kursimi i energjisë në disa raste shkon madje deri në 70 ose 80% në krahasim me nivelin paraprak, pra është një ndikim i ndjeshëm edhe nga aspekti financiar, edhe i ruajtjes së sigurisë së stabilitetit elektroenergjetik në vend, edhe të kushteve për qytetarët tonë gjithandej Kosovës. Faleminderit shumë të gjithëve për bashkëpunimin dhe për punën që keni bërë. Sot pra jemi vlerë këtu që t'i përuroj masat e eficiencës energjisë, të cilat janë zbatuar në shkollën Isa Boletini, pra një prej shkollave më të mëdha në komunën e Podujevës. Ashtu siç u theksua pra nga kryeministri dhe ministrja, ky është një mbështetje për ky projekt, është zhvilluar me mbështetjen financiare të qeverisë së Kosovës, është zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencën e energjisë, me qëllimin për përmirësimin e kushteve mësimore për mësimdhënësit dhe për nxënësit, për uljen e konsumit të energjisë dhe gjithashtu për zvoglimin e shpenzimeve operative për komunën e Podujevës. Fondi i Kosovës për eficiencën e energjisë, që nga themelimi, ka investuar në sektorin publik, dhe sektori publik akoma mbetet një shtyllë kyçe për të realizuar projekte tjera investive në procesin e tranzicionit të energjisë. Deri më sot janë realizuar më shumë se 100 projekte në 25 komuna në tërë territorin e Republikës së Kosovës, dhe këto investime i kanë përfshirë institucione të ndryshme si shkolla, qerdhe, qendra të mjekësisë familjare e të tjera. Për fund, unë dua të falenderoj qeverinë e Republikës së Kosovës për mbështetjen financiare, komunën e Podujevës, për edhe gjithë bashkëpunëtorët tjerë për bashkëpunimin që ju kanë dhënë inxhinierëve të Fondit të Kosovës për eficiencën e energjisë, duke përfshirë edhe kontraktorët për të realizuar këtë projekt me sukses. Faleminderit gjithëve. Jemi këtu të shkolla e mesme ekonomike Isa Boletini në Podjev për urimin e përmbylljes punimeve të cilat janë bërë nga Fondi për eficiencën e energjisë. Dhe tashmë po shohme që kemi një shkollë pothuajse të re, që është investuar edhe në kuptimin e izolimit, edhe në kuptimin e kulmit, po edhe të kalas për ngrohjet publike të shkollës. Kështu që dua të shfrytëzoj nga rasti që të falenderoj ministrin Rizvanolli, kryeministrin Kurti, po edhe Fondin Kosovar për eficiencën e energjisë për investimet që bë. Është grupi shkolla në fazën e dytë prej 4 institucioneve shkollore në cilat është investuar, vlerë diku mbi 700.000 euro, ndërsa në fazën e parë kemi edhe 5 institucione tjera publike, vlerë diku rreth 800.000 euro, që domethënë deri më tash kemi investime në sektorin e arsimit, po të institucione publike, një vlerë për 1.5 milion euro për afërsisht, të cilat janë bërë nga Fondi për eficiencën e energjisë. Faleminderit shumë të gjithëve që na kanë ndihmuar dhe po punojmë për ditë e më shumë që këtyre fëmijëve, nxënësve t'ju krijojmë kushte sa më të përshtatshme për mësimdhënien dhe mësimdhënien. Përshëndetje gjithë, praneshme, faleminderit shumë as për kryeministit që ka ardhur me bo për hapjen e kësaj jemi kaq të rëndësishëm për neve, jam shumë i lumtur që punimet në eficiencën e energjisë kanë rezultuar pikërisht në shkollën Isa Boletini. Është një i aty në investimet që thjesht e ka vlerë këtij vendi dhe këtij mundi. Faleminderit shumë edhe një herë edhe Fondit për eficiencën e energjisë që na mundësoi më pas të kemi ambient grënë dhe kushte të shkëlqyeshme edhe për mësimdhënie para për mësimdhënie. Faleminderit kryetar edhe juve për tëra të mund që keni bërë për neve edhe se të pikëzojmë një ditë të bukur sa të mëshirë. Faleminderit shumë ministre. Më lejoni edhe një herë të theksoj që në shkollën e mesme ekonomike Isa Boletini në Podujev, gjithsej investimi është 350.000 euro, rreth 3.000 metra katror për mbi 1.000 nxënës me rreth 100 mësimdhënës, me që rast janë ndërruar dritaret, janë vënë krejtësisht treja, gjithashtu është izoluar edhe kulmi edhe muret, ndërkaq është optimizuar ngrohja e cila ka kapacitet prej 300 kW.